Vite më parë, Bashkia e Shkodrës vendosi që përkohësisht sheshi përpara Pallatit të Sportit Qazim Dervishi të shërbente si vend qëndrim për autobuset dhe furgonet, por përkohshmëria duket se u kthye në përgjithmonë dhe sot e kësaj dite i njëjti shesh vazhdon të përdoret si terminal improvisuar. Kjo nuk ndodh për fat të drejtuesve të mjeteve, por për shkak të mungesës së zgjidhjes nga institucionet. Gjatë gjithë ditës aty krijohet një situatë kaotike, pa denjë për një qytet si Shkodra, e gjitha kjo pikërisht në zonën më të populluar të qytetit, pranë terreneve sportive, Pallatit të Sportit dhe stadiumit Loro Buriqi. Pak vite më vonë u deklarua se ishte miratuar projekti për ngritjen e terminalit të transportit publik të Shkodrës, madje u përcaktua dhe vendodhja e tyre pranë bypassit, por nuk kaloi shumë kohë dhe u njoftua se projekti do zhvendosej tek stacioni i trenit. Nuk zgjati shumë as ky përcaktim, pasi me rikthimin në skenë të projektit të hekurudhës Durrës Vor Shkodër Hani Hotit u vu në pikpyetje edhe ky vend. Kështu projekti i terminalit ka mbetur pezull në letër, ndërsa qyteti përballet me një situatë kaotike transporti të papranueshme. Bashkia e Shkodrës dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë kanë detyrimin që sa më parë të japin një zgjidhje. Është e pakuptim, madje pafalshme, që një qytet i madh si Shkodra me 10 mijëra përdorues të transportit publik të mos ketë një terminal funksional, ndërkohë rrugët e qytetit përditën më shumë, por shndërrohen në një mozaik anomalisht që dëmtojnë qarkullimin, jetën e qytetarëve dhe imazhin e Shkodrës. Është koha që terminali i Shkodrës të mos mbetet peng i zvarritjeve pafund.